Më pak se 3 kilometra rrugë e shkatoruar, po mbajnë peng njësinë administrative të Llakatundit. Rruga e cila do të çon në drejtim të qendrës së njësisë administrative Llakatund, por edhe më pas lidh 9 fshatra përreth prej më tepër se 15 vitesh, siç tregojnë banorët e zonës, është mes gropave të shumta dhe pellgjeve me ujë. Banorët tregojnë se prej 2009-s dhe deri tani, kjo rrugë nuk ka parë asnjë investim të vetëm, pavarësisht se është tepër e rëndësishme për zonat përreth. Sot rruga është kthyer në gangren, veçanërisht prej drejtuesve të automjeteve, të cilët thonë se për shkak të kësaj rruge makinat e tyre përfundojnë çdo muaj në servis. Si është gjendja e rrugës Llakatundit sot që flasim? Është amortizuar të keqen vajtë, fare. Sa vite ka në këtë gjendje? Për mua fajre kanë do makinat e rëna transporti madh. Kalojnë shpesh. Po, rruga jone ka 16 tona dhe janë 40 tonë, 50 tonë e peshën fare. Kjo është sekreti më. Është domosdoshme për ju që të rehabilitohet? Po, tani unë jam që moshe madhe, pa rrugë, pa ujë e pa drita, nuk ka zhvillim. Kjo është fjala që mund të them unë për. Ka shumë vite në këtë gjendje? Po këto po të fundit njerëz me të shiun që ra një një muaj gjysmë. Është bërë më keq. Është bërë keq fare. Jeni ankuar, keni bërë ndonjë kërkesë, ndonjë ankesë? S'dihet njëri fare këtu. Pse? Po se di. Kanë frikë apo kanë humbur shpresë? Po, dhe shpresa ka humbur, rini s'ka më, moshe madhe ka ngelur. Të bën kjo rrugë që ta çosh makinën shpesh në servis, të dëmtohet? Shirë jo, ku do e makina pos, me to trondje që ka me to gropa, me to probleme që hasë në rrugë. Beson se duhet të rehabilituar, se do të rehabilitohet krimësi? Po tani me zgjedhjen e kryetarit të Sërret Bashkisë, ma se bënojnë çka. Rrugës së Llakatundit sot. Po gjendja e rrugës Llakatundit jo shikoni vetë, s'është nevoja të them unë. Kjo rrugë është bërë që në 2009, ka 16 vjetë dhe ka nevojë për rekonstruksion. Gjë që nuk e di pjesë e kujt është, ARSH-sa, e Bashkisa. Po në 2009 ishte asfalt? 2009 u bë ushtru asfalt. Ndërsa sot është pushtuar nga gropat. Po sot ja shikoni vetë gropa, ne vullnetarisht me një shok vum në një lek i paguam naftën që mbushi që ka ato gropat. Se nuk kaloj. Po nuk kaloj është aty. Gjatë ditëve me re që shiu situata... Nuk kalon dot, ju shiko, të ishit kur ishte sezoni shiut, ishte shumë e vështirë për të kaluar. Dilena kape makina poshtë. Disa thonë dhe që është projektuar, po nuk është zbatuar projekt. Tani llafe ka plot, ne kemi të gjojmë shumë llafe, që jo do bet, jo, kur u bë kjo pjesa, ky segmenti i Bunavis, u tha që do bet edhe kjo, nga këtu deri në Llakatund. Ama është premtuar. Po tani llafe, po sa e vërtet është nuk e di, vajtën vitën. Do bet një ditë? Vallai nuk besoj. Nuk besoj do bet. Zona ka banor. Shiko, po ka banor sepse është një nga zonat më të populluara. Një nga zonat që ka aktivitet. Po edhe braktisur. Në bujqësie, në blegtorie, me transporte, me kështu dhe nuk e kanë lënë si pas dore. Edhe braktisur vitet e fundit. Po tani braktisur si të gjitha zonat, po aktualisht është nga zonat që ka më tepër lëvizje. Të bën kjo rrugë ta çosh makinën shpesh në servis? Po patjetër ne këtë punë bëjmë. Në thy prish gomina, prish amortizator, thy balestra. Turpi botës shikoj vetë gjendjen se si funksionon këtu. Vajti ka i ko da bëjmë sot dhe da bëjmë matë dhe përfundimisht situata është kjo që shikoni. Sa kilometra rrugë është që është amortizuar? është rreth 3 kilometra, do me dhe që na bushajt. Po, që 3 kilometra rrugësh. Disa fshatra në mos gaboj, 9 fshatra thon banor. 9 fshatra, është e vërtet. 3 kilometra për 3 kilometra rrugë bëhet fjalë tu, asgjë tjetër. Të 9 fshatrat penalizuar. Penalizuar vetëm për këtë situatë tu që shikoni. Është e vërtet që ne kemi kaq kohë da bëjmë sot, da bëjmë nesër si përfundimisht asnjëri. Këtu vim vetëm sa të marrin vota dhe asgjë tjetër. Jeni ankuar? Ore, ne kemi ngritur zërin, po ka vajt vetë shurdhë kur i thon. Asnjë reagim. Asnjë reagim. Ku i ke? Asnjëri s'vjen. Duhet përmirësuar është. Po patjetër, si normale që duhet përmirësuar. Besoja u shkatron automjetin kjo rrugë. Po shumë normale. Gjatë ditëve me re që shiu më keq s'ka ku të vej. Ora, këtu ishte skalonte dot tanku ku ti thosh. Ke shpresë do përmirësohet zotëri? Për veten time unë jam mosbesues, sepse vajti ka i kohë, po t'ishte për të bërë do ishte bërë kjo. Por as pak më të lehtë nuk e kanë as ata të cilët e përshkruajnë këtë segment në këmbë. Banorët e përshkruajnë situatën që gjendet sot kjo rrugë si më të keqen e mundshme. Ata thonë se ankesat dhe kërkesat e tyre ndër vite nuk janë marrë parasysh.
Banorët shpresojnë se një ditë ky segment do të rehabilitohet dhe fjala e tyre do të dëgjohet nga pushteti. Shikojeni, bëni një xhiro dhe e kuptoni vetë. Është e përshtatshme për zonën, është Është shumë keq është. Disa është banorë prishur. të tjerë thonë që kanë edhe çakut, po ka qenë edhe më keq më përpara. Ne themi si duhet jetë. Si duhet jetë, ma përshkruaj, duhet jetë me asfalt, si duhet Po jetë për... duhet jetë ja, shikoj këtë rrugën që është bërë. Para 3 muaje, Po, ashtu të vazhdoj. të vazhdoj. Ju kanë premtuar se do ta bëjnë, se thonë që është tenderuar, është projektuar. Nuk dim që. Jeni ankuar ju si banor? Në vit përgjithshme, të gjithë këto, sidomos këta që punojnë me mjete, janë akuar. Po, sërish nuk. Asgjë s'është bërë. Fshat, janë në fshatra, apo jo? Po pra, Kanë shumë banor? nashi se mos i diu, nashi se sa ka ngelur. Po pse neglizhohet kjo situatë? Pse neglizhohen banorët? Pse nuk dëgjohen me fakt fjalë? Po çfarë të them unë tani? Ke shpresë se do përmirësohet? Me shpresë apo e gënjejmë këtë jetë? Llakatundi është pjesë e një prej njësive administrative kryesore të qytetit. Njësisë Shushic, ku në këtë njësi përfshirë qendrën dhe fshatrat si Çeprat, Beshisht, Drithas e të tjerë, në të cilat jetojnë me 10 familje që përballen çdo ditë me rrugën e shkatëruar.